Në takim, këta anëtarë të Këshillit erdhën përgatitur dhe me qëllim vetëm për ta bllokuar punën e Këshillit. Nga qëndrimet e njëanshme dhe denigruese ndaj sistemit prokuror të shprehura nga zoti Kelmendi në takimin e Këshillit dhe në prononcimet për media është zbehur ndjeshëm roli unifikues i takon kryeprokurorit shtetit në sistemin prokuror, si dhe ka cënuar besimin e publikut në sistemin prokuror. Për këtë arsye, kemi marrë vendim për shkarkimin e tij nga kjo pozitë. Edhe sot ritheksojmë se në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet dhe për rrethonat e krijuara nga veprimet e tij kemi marrë vendim për shkarkimin e ushtruesit të detyrës kryeprokurorit shtetit zotit Besim Kelmendi nga pozita që ushtronte. Dhe në vend të tij, si ushtrues detyrës të kryeprokurorit shtetit, kemi caktuar prokurorin Agron Çalaj, i cili ne jemi presim qasjen e zotit Kelmendi, që të ndjek gjitha rrugët ligjore për ta kontestuar lëshmërinë e këtij vendimi. Ne duhet t'i besojmë sistemit tonë gjyqësor për vendimet që merr, përfshirë edhe këtë çështje. Përndryshe, tentimi për të penguar punën dhe funksionimin e Këshillit Prokuror përbën sulm të drejtpërdrejtë në punën e këtij institucioni dhe kërcënim për rendin dhe sigurinë juridike. I bëj thirrje ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit shtetit, zotit Agron Çalaj, që shërtoj gjitha pretendimet e zotit Kelmendi për të trajtuar dhe hetuar përgjegjësinë e secilit person të përfshirë në këtë rast. Referuar deklarimet të anëtarëve të Këshillit në atë konferencë, të mbajtur në objektin e zyrës së kryeprokurorit shtetit, se ndihen të rrezikuar të kërkojnë mbrojtje nga AKI dhe organet tjera të sigurisë, kjo përbën një hije të keqe dhe thirrje për ta dezinformuar publikun. Askush nuk është kërcënuar, kanosur, shantazhuar apo tentuar që të ndikohet nga ndonjë formë ndikimit pa lëshëm. Mendimet dhe vendimet për çështje të caktuara nga fushëveprimi i Këshillit përbëjnë mendim ndryshe, për cilat anëtarët e Këshillit gëzojnë imunitet funksional. Dallimet që ne mund t'i kemi për çështje të caktuara duhet të tejkalohen me gjuhën e afrimit dhe koordinimit. Nuk ka dhe nuk do të ketë vend për përçarje në sistemin prokuror. Ne po ashtu dje pam edhe një deklarim të presidentes Osmani, e cila reagoi për 15 kërcënimet e disa anëtarëve të Këshillit, të ndikuar nga deklarimet e bëra nga disa anëtarë të Këshillit në konferencën e datës 20 nëntor 2025. Ne ritheksojmë se askush nuk është kërcënuar dhe se presidentja mund të jetë e keq informuar. Ne i bëjmë thirrje presidentes, qeverisë dhe çdo institucioni tjetër që të mos ndërhyjë në punën e sistemit prokuror dhe të respektojë pavarësinë institucionale